إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe shpëtim kërkojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Vëllezër të nderuar, nuk na është bërë obligim heshtja në këtë ditë të bekuar, vetëm e vetëm që ta praktikojmë një urdhër të Allahut, që kur të kumtohet fjala e Allahut ta ndëgjojmë, ashtu siç tha Allahu në Kur'anin famullar, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, e kur të lexohet Kur'ani ndëgjojeni me një heshtje absolute që ndoshta ju të mëshiroheni. Prandaj objektivat e ditës së Xuma janë 4, ku e para është adhurimi Allahut me xhamat, ku bashkohen xhamati të adhurojnë Allahun së bashku, dhe pastaj është këshillimi i njëri tjetrit, ku dikush prej neve qohet ose hip në këtë minber dhe i këshillon të tjerët për takvallëk e për atë që ka zbrit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E treta është ajo që e përmendëm mëshira që zbret duke e ndëgju fjalën e Allahut, dhe e katërta lutja dhe pranimi i saj, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se në ditën e Xuma është një orë ku pranohen lutjet. Prandaj, duke u nis nga këto objektiva, jam këtu para jush me një ndodhi të veçantë që po na informon Allahu te baraka wa taala në Kur'an. Kurajshët që ishin fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nga koha e Ibrahimit alayhis salam, jetonin në një vend shkretinor, një vend jo pjellor, një vend me kushte të rënda. Por megjithatë ato jetonin aty nga tregtia që e bënin. Edhe për këtë tregti po na tregon Allahu në Kur'an se ato udhtonin verës edhe dimrit. Udhtonin verës për në Sham, e dimrit për në Yemen, për t'i kaluar këto dy stinë të vështira për Mekën që ishin mëse të vështira. Allahu këtë fenomene përshkruan në një sure shumë të shkurtë, shumë të lehtë, që shumica e dim përmend. Ajo sure është surja Quraysh, apo ndryshe thon li ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Që në shqip i bje për zakonin e Qurayshve, zakonin e tyre të udhëtimit të dimrit dhe të verës. Prandaj le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, Qabës, i cili ushqej ata nga uria dhe i siguroi nga frika. Disa mufessir kur po shpjegojnë këto ajete, te fjala e parë kur po thot për zakonin e Qurayshve, thanë që kjo për është si vazhdim i surës Fil, që është para kësaj sure, që Allahu i tregon banorëve të Mekës se si i shpëtoi prej sulmit të elefantave. Sikur pi thot, ky shpëtim që ja humbohet prej sulmit të elefantave është për çka zakon që e keni më udhthue, apo ndryshe e thën, ndryshe që ju të vazhdoni ta keni këtë zakon në siguri dhe rahati. Ndërsa shumica e dietarëve tjerë thanë që kjo sure është sure në vete, ku fjala për këtë zakon e ka qëllimin që adhurojeni Allahun për këtë traditë që ja u mundsoi. Apo me thonë ma let, adhurojeni Allahun për këtë begati që ja u dha.
Është interesante se nëse ndalemi dhe meditojmë rreth kësaj sure, si në aspektin gjuhësor, po ashtu edhe në aspektin social, e shohim një mrekulli të veçantë të Kuranit, një prej mrekullive të shumta që i ka Kurani. Ku mrekullia gjuhësore qëndron tek emri Quraish, i cili nëse e marrna gjuhësisht edhe shohim çfarë do me thonë Quraish, do me thonë fjala Quraish vjen nga fjala Qursh, që do me thonë grumbullim apo mbledhje e pasurisë apo të fitosh. Edhe sigur Allahu na thot jo vetëm për zakonin e Quraishve si fis. Sigur ki ajet që ka zbrit para 1400 vjetëve për Mekë, me këtë kuptim jep të vazhdohet kuptimi edhe për neve sot, jo vetëm për Quraish. Se edhe ne jemi grumbullues, edhe ne jemi ato që mundohemi të pasurohemi duke e mbledh edhe duke grumbullu. Ndërsa mrekullia sociale qëndron tek ajeti në vijim rihlet e shita'i was sayf, udhëtimin e dimrit edhe të verës. A nuk përngjason kjo udhëtim me adetin ton të pushimeve të verës edhe të dimrit? E më pas vazhdoj me adhurojen Zotin e kësaj shtëpie. Kësaj shtëpie qabës e cila është sebeb që ju edhe në mes të kësaj shkretire të siguroni jetën tuaj. Allahu e potencioj Rabbe hadhal bejt, Zoti kësaj shtëpie për mja u tregu atimve që jo çdo mërsi i keni, për shkak që kësaj shtëpijës, që kësaj qabës që këtu e grumbullohen njerëzit e vinë e blejnë mallin e juve. Prandaj, sigur se Allahu po na thot nëse e përkthejmë këtë sure në gjuhën e sodit, për zakonet e grumbulluesve, për zakonin tuaj të pushimeve të dimrit e të verës, adhurojeni Zotin e këtyre mërsive, i cili ju ushqej nga uria dhe ju siguroj nga frika. Vëllezër të dashur, të ndalemi të meditojmë një çast rreth këtyre fjalëve, pasi që me të vërtet begatit e Allahut mbi ne janë të shumta. Allahu e përmendi si begati udhëtimin e tyre të asaj kohe, udhëtim pa mjete, udhëtim në vështirësi, udhëtim që zgjatte me muaj. Ndërsa ne sot i kemi udhëtimet shumë të lehta, i kemi me mjete, me klimë dhe me tanat mirat e mundshme, edhe nuk krahasohet vështirësit asaj kohe me vështirësit e tona sot, edhe prapë se prapë në ato vështirësi Allahu rrugëtimin edhe pushimet e tyre i llogariti begati. Zakonet e ngjashme, kushtet e ndryshme, por mesazhi mbetet i njëjtë, adhurojeni Zotin e këtyre mirësive. Por para se të dalë te ky mesazh nuk po flas për falënderimin si vepër që vjen më pas, por flas për vetëdijen që ne si besimtar duhet ta kemi kundrejt mirësive që vazhdimisht na dhuron Allahu. Vetëdije kjo e cila nuk arrihet pa medituar njeriu rreth gjendjes së dobët të tij dhe nuk arrihet pa pasur një huri për madhështinë e Allahut. Prandaj Allahu i përmendi këto mirësi që vetëdisohu, medito, mendo prej nga i keti këto mirësi, prej kujt i keti këto pushime, prej kujt e ke këtë siguri dhe rahati, çka keti ma shumë aftësi se një banor i Gazës, apo qoftë edhe i vendeve të tjera ku zhvillohen lufta, apo edhe ti je mendje madh si armiku i përbetuar shejtani dhe mendon se je më i mirë dhe më i aftë se dikush tjetër. Dije se ti je vetëm një rob, e robi vlerësohet nga puna që e bën, ndërsa unë edhe ti kemi shumë pak punë. Dhe kujtoje dhe dije që Allahu me madhërin, bujarin, urtësin, mëshirën e tij është ai i cili po ta siguron ty jetën mes shumë luftrave të që ndodhin përreth. Po ta siguron shëndetin në mesin e ajrit më të ndotur në Evropë. Edhe po të jep me ngrane me pi në mesin e 100 krizave ekonomike që matematikisht duhet mos me pas ekzistencë në këto vene sipas matematikës. Mu për këtë vëllai dashur, tash në këtë fund të vitit kur të gjithë bëjnë për llogaritjet e biznesit apo për llogaritjet vjetore të ekonomisë së tyre, a ke fut në listën të llogaritësh edhe mirësitë e Allahut ndaj teje? A ke shënu në listën e hyrjeve tua shëndetin, bollëkun, hajen, pijen, pushimin, sigurin, afatëzimin e Allahut që ta jep, afatëzim që nuk dënon për gjunahet që i ke bo më njëherë? E në listën e daljeve tua shumë neglizhencë, shumë mos falemderim, shumë pak adhurim, shumë shpërfillje të mirësive. E kur ti shënosh këta dhe t'ja shtish lapsin kësaj matematike, del
derisa je në një minus shumë të madh. Për në fund, vëllezër të dashur, transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ku thot: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Po thot Jabir ibn Abdullahu, ndëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë 3 ditë para vdekjes së vet. Pse e potencion këtë me kallëzu rëndësinë e kësaj fjale që ka pesh, se zakonisht njeriu kur para vdekjes nuk flet ose nuk jep vasijet vetëm se për gjana që kanë shumë më rëndësi edhe me pesh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë para vdekjes së vet po thot: mos të vdes askush prej juve vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun. A di pse jam duke tregu këtë hadith, o vëllezërit e mi të dashur? E tregoj këtë hadith se sa do njeri është nankor, njeri është bukshkeles, sa do që ja përmejnë mirësit, a i prap ka me gjej dikun, po jo hoxho gusht, jo hoxho prap mundet ma mirë. Prandaj është ki hadith me treguë që mos të vdes askush prej juve vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun. Ndërsa në hadithin tjetër kursi, Allahu po thot: unë jam në mendimin e robit tim ndaj meje. Çka do me thonë kjo, unë jam në mendimin e robit tim ndaj meje? Se hadithi është më i gjatë e vazhdon, po ndal në të çki fjalë. Kjo do të thot: unë jam në mendimin e robit tim ndaj meje, që do të thot si e mendon Allahun ashtu do ta gjesh. Si e mendon Allahun ashtu do ta gjesh. Nëse ke mendim të mirë për Allahun, ashtu do ta gjesh, sepse ke menduar ashtu siç i takon atina, edhe ashtu siç është me të vërtetë. E nëse ke mendim të keq për të, ashtu do ta gjesh, pasi që ke bërë padrejtësinë më të madhe në tokë, duke menduar keq për atë që nuk i takon as mendimi i keq, e jo më shumë. Prandaj, ti pastrojmë zemrat nga mendimi i keq, dhe të kemi mendim të mirë për Allahun, e ti pastrojmë syt nga gafleti, e të shohim mirësitë e Allahut për një pushim ku nuk na mundon, e as nuk do të ankohemi as nga ftohti i dimrit dhe as nga xehti i verës, e ky pushim inshallah na pret në xhenetet e tija të larta. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.